Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit DT Media, mirë se vini në Info D. Kanë mbetur edhe një javë deri në vendimin e gjykatës kushtetuese ndaj dekretit të presidentes Vjosa Osmani, e cila ka shpërndar kuvendin dhe pritet të vendos në favor të saj ose do t'i jap edhe 2 muaj kohë siç po pretendon partia në pushtet lëvizjave të vendosje, më që duhet të zgjedhet presidenti i Kosovës, apo nëse do të shkojmë sërish në zgjedhje edhe një herë pas një viti që kishim blokad 2025. Pra me 31 mars javën e ardhshme, pra të martën e javës së ardhshme, kalon afati i masës së vendosur nga vetë gjykata kushtetuese deri në vendosjen e kësaj çështje, se a do të kemi zgjedhje apo një kompromis politik për ta emëruar ose për ta zgjedhur një president të ri, do të shihet vetëm javën e ardhshme e për të diskutuar për këtë, por edhe për 27 vjetorin e bombardimeve, fillimit të bombardimeve të NATO-s ndaj Serbisë. Dhe kam të ftuar sonte sociologun, profesorin universitar Fadil Malogu, i cili edhe ditëve të fundit ka publikuar edhe një libër me titull Fethullah Gülen, pra flet për figurën e tij. Do të flasim për këto dhe shumë çështje tjera vetëm pas pak, më që së pari juftoj të ndiqni lajmet kryesore të ditës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është drejtuar gjykatës kushtetuese për të sqaruar çështjen e emërimit të anëtarëve të Komisionit Qendror Zgjedhor. Dilema kushtetuese, sipas kabinetit të presidentjes Osmani, është pasi e njëjta ka pranuar më shumë propozime nga partitë politike të përfaqësuara në kuvend se sa parashikohet me kushtetut. Presidentja Osmani është drejtuar gjykatës kushtetuese lidhur me këtë çështje. Sapo ta marrë përgjigjen, do të vijohet me emërim. Në rrethanat aktuale janë bërë më shumë propozime nga grupet parlamentare se sa që parashikohet me kushtetut. Prandaj duhet ta sqarojë këtë çështje gjykata para se të vijohet tutje, thuhet në përgjigjen e kabinetit të presidentes. Në këtë rast, presidentja është drejtuar gjykatës kushtetuese për të sqaruar se u takojnë nga 2 anëtarë LVV-s dhe PDK-s në KQZ, si 2 partitë më të mëdha, apo në bazë të rezultatit zgjedhor të fundit, LVV-s i takojnë 3 anëtarë e PDK-s 1. Antari i kryesisë së PDK-s, Betim Gjoshi, ka thënë se mosemërimi i antarit të dytë të PDK-s në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është cënimi kushtetueshmërisë, demokracisë dhe i zgjedhjeve nga ana e presidentes Vjosa Osmani. Gjoshi në një konferencë për media tha se refuzimi i Osmanit dhe fshehja pas referimit të çështjes në gjykatën kushtetuese është dëmtim i qëllimshëm i përfaqësimit të PDK-s në KQZ. Refuzimi i Osmanit dhe fshehja pas referimit të çështjes në gjykatën kushtetuese, kur kushtetuta është e qartë dhe praktika institucionale e ndjekur nga vetë ajo është tashmë konsoliduar, është dëmtim i qëllimshëm i përfaqësimit të Partisë Demokratike në Komisionin Qendror Zgjedhor dhe rrimisht dobësim i rolit të opozitës në këtë institucion kyç të administrimit të zgjedhjeve në këtë fazë kritike politike për shtetin tonë. Në procesin e ri të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, në cilën Kosova pritet të hyjë brenda pak ditësh, opozita po përjashtohet nga roli i saj në administrimin dhe garantimin e procesit zgjedhor. Më 24 mars, para 27 vjetësh, nisi fushata e bombardimeve ajrore ndaj Jugosllavisë për ndaljen e fushatës serbe për spastrim etnik të shqiptarëve në Kosovë. Urdhrin për fillimin e fushatës bombarduese e kishte dhënë presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton. Më 18 mars 1999, përfaqësuesit shqiptar të Kosovës dhe diplomatët perëndimor nënshkruan marrëveshjen e Rambouillet. Por Slobodan Milošević e refuzoi marrëveshjen e propozuar nga Bashkësia Ndërkombëtare në Rambouillet, pavarësisht paralajmërimeve për bombardime për të ndalur fushatën sistemike kundër popullatës civile në Kosovë. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka kujtuar ditën kur NATO-ja nisi bombardimet ndaj caqeve ushtarake policore të Serbisë. Ajo ka vlerësuar se aleancat që mbrojnë lirinë duhet të ruhen po atë sa liria.
27 vjetë më parë, kur populli i Kosovës përballej me shfarosje nga Serbia gjenocidale, NATO veproi. Kosova nuk harron. Aleancat që mbrojnë lirin duhet t'i ruajnë sa vetë lirin, ka shkruar Osmani në një postim në Facebook, ku ka shpërndar dhe fjalimin e presidentit të atërshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, ku kishte dhënë urdhrin për fillimin e fushatës bombarduese. Në 28 vjetorin e epopesë së Dugaxhinit, u ndëruan dëshmorët që u vranë për liri, Hem Haradinaj, Gazmend e Agron Mehmetaj, me homazhe e manifestim për kujtimor në kompleksin memorial në Glloxhan. Betejë u tha se ishte e veçantë për historinë e popullit, një nga qasjet më të rëndësishme të luftës çlirimtare të historisë armatosur të rezidencës shqiptare në Kosovë. Ish komandanti i zonës operative të Dugaxhinit, Ramush Haradinaj, tregoi se si çdo ditë planifikonin se si do të përballen me Serbinë, por se ajo veproi e para me përballje në Prekaz pas masakrës së Reçakut. Pas disa përpjekjeve që kishte bën Prekaz, se nuk ishte sulmi i parë, pas Reçakut dhe Ligoçanit ndodhi përballja në Prekaz. Një përballje e cila vërtet është unike, edhe nuk ka tjetër, edhe s'mund të krahasohet asgjë me këtë përballje, me këtë luftë, me këtë betejë. Ishte bukur bare rënd për Glloxhanin, në këtë rast edhe për ne, edhe për mu, si do të shkonte përballja e radhës. Për shkak se ne ishim identifikuar më herët, ose Serbia e dike kush jem, se me 6 maj 97 u vra Luani. Edhe evidencën e asaj betejë e kishte Serbia. E dinte kush janë konë pjesëmarrës, që ka qenë Fehmija, që kanë qenë bashkëftar tjerë, që ishte një bërthame fuqishme, ndryshe thonë një resurs i arshëm, një burim i arshëm i luftës. Presidentja Vjosa Osmani ka muar se ka nisur fushatën në kuadër të vizitave në qytetet e Kosovës. Ajo këto vizita i ka quajtur takime falenderime, që si shta ajo për përkrajen që i është dhënë nga qytetarët gjatë mandatit të saj. Pra nuk po realizoni fushatën në kuadër të vizitave. Falenderoj qytetarët për përkrajen, për dashurinë që na kanë dhënë, për faktin që kanë qenë pranë nesh çdo ditë për çet këtyre 5 viteve, edhe për nderin e madh që ma kanë dhënë që t'i përfaqësoj ata brenda e jashtë për çet këtyre viteve. Thjesht janë takime falenderimi siç i po ato dhe shumë prej këtyre që sapo i patëm këtu. Faleminderit. Korrupsioni në Kosovë mbetet një fenomen i përhapur që cënon drejt për drejt ushtrimin e të drejtave themelore në vend. Ky është përfundimi kryesor i raportit që u prezantua sot në tryezën e organizuar nga avokati i popullit, me temën ndikimi i korrupsionit në të drejtat e njeriut. Çka është më rëndësishme është që bashkëpunimi me institucionet edhe nxjerrja e rezultateve nga kjo anketë ka qenë tepër e mirë, që duam të shprehim falënderimin që institucionet që kanë bashkëpunuar edhe kanë dhënë materiale të mjaftueshme për në mund të nëmëri me dalë dhe të një vërsimit. Po mendoj që prek thelbësisht jo vetëm të drejtat e njeriut, por sulmimin e ligjit, edhe barazim para ligjit, edhe çdo aspekt që lidhet me jetën tonë përjetshëm, e që përkthym drejtat e njeriut, çalan deri tek digniteti që është mbrella, pasi që është pjesa më përmbajtësore kretë asaj pse ekzistojnë drejta përshkrume në akte ndërkombëtare. Shohim se niveli i raportimit të rasteve të korrupsionit në Kosovë është mjaftuar, ku vetëm 2% të anketuarve kanë thënë se e kanë raportuar atë, ndërsa nga ana tjetër 36% kanë pohuar se edhe pse janë përballur me kërkesa të tilla, nuk kanë raportuar. Që u zëruar pas të blogut të lajmeve tani është koha për bisedën në studio. Mirë se vini zoti Malogo. Mirë se vini. Prof, në këtë themi vorbullën e shumë luftrave që tashmë veç pëndodhin, anej Ukrainë, Rusi, që Sovjet, Iran, kënejna me Izraelin dhe Amerikën dhe shumë probleme tjera edhe në Kosovë për kemi jashtëzakonisht kriza të shumë të themi
pa institucione, me zgjedhje, edhe çështja e sigurisë nuk është shumë e favorshme. Si po e shihni ju këtë, do thotë çit krizë që kemi në asnjë vend i vogël që tentojmë të kapim me aleat të mëdhaj. Sot pikërisht u shënu edhe 27 vjetori i bombardimeve të NATO-s pas një lufte të gati 2 vjeçare? Nëse fillojmë me bisedën e fillojmë, si më thonë, me kategori sociologjike, atëherë kisha me identifiku gjendjen tonë me një lloj kaosi lokal, i cili është i menaxhueshëm, pra është një kaos i vogël, i kontrolluar, që kur del në planin global, edhe atje është ndodhur një kaos global, i cili poshtë është i menaxhuar, atëherë kuptojmë se korrespondojnë njëra me tjetrën. Pra, ka ndikime, si me thonë, edhe direkte edhe indirekte. Cilat janë prof, çfarë ndikime janë indirekte dhe indirekte? Nëse e adresohemi, si me thonë, temave tona, cilat duke marrë parasysh rrethonat edhe ngjarjet që janë të ndodhur në botë, e na mirëmi me disa sene cilat në fakt kanë të bëjnë për një farë, janë të zhvillu disa beteja, si të them, për të marrë pushtet, dhe kjo mënyrë, kjo çështje në një farë mënyrë është, për gjykimin tim është absurde, për shkak se nuk ka një farë ndërgjegjësimi të elitave tona politike, nuk ka, si me thonë, një farë vetëdijsimi për rreziqet cilat i kanosen jo vetëm Kosovës, po edhe mbar Evropës. Kështu që shikuar nga ky këtë vështrim, kjo situatë, ky ngërç i ripërsëritur, që unë e kam identifikuar edhe këtu te ju, si një lloj shizofrenie politike, një lloj papërgjithësie nga kastat politike, duke adresuar edhe qeverisë edhe opozitës, po njëkohësisht edhe mediave, të cilat se mediat për gjykimin tim kanë një rol shumë të rëndësishëm në një shoqëri, sidomos një shoqëri e cila është në tranzicion, ajo është një farë korrektuesi i mangësive, i defekteve, i absurdeve, të cilat ndodhin në një shoqëri që është në tranzicion. E ne me që jem ende në tranzicion, nuk e kem kuptuar këtë, edhe jem, si me thonë, në beteja absurde për pushtet mbajtje, kjo e bën aktual qëtë kausin. Ku e që vendin, do më thonë, kjo dëshirë, kjo ego, kjo synim që për të mojtë pushtet, ose për të pos pushtet, ose për të pos tërë pushtetin. Ku e qënë kjo vendin edhe kjo shoqëni që jemi formu si demokratike? Kjo na jem formu edhe i ke marë, si me thonë, themelet demokratike, po në fakt na nuk jem as shoqëri demokratike, as nuk jem shtet i pavarur, as nuk jem shtet sovran. Ende. Ka shumë argumente. Argumenti më i madh është që jem tranzicion. Argumenti tjetër që këtë tranzicion e lëndon edhe akti dhe fakti që Kosova, si me thonë, ka pas për gjykimin tim 3 periudha, 3 forma të republikës. Republika e parë, që ishte shpallja e pavarësisë 2008-2013, Republika e dytë 2013 që deri në vitin 2020, kur janë zhvillu këtë negociatat, në fakt, kompromiset që të themi të dhemshme për shkak 2013 dhe 2015, në këto kompromiset që i ka bo Kosova, elitat politike, janë asociacioni të cilat janë marrëveshje ndërkombëtare, dhe këto marrëveshje tashte me këtë marrëveshjen e orit fundit, cilën e nënshkroi, në fakt nuk e nënshkroi, po u dakordua. Brukselit dhe aneksi e orit. Po, aneksi e orit, faktikisht e kanë prodhuar një situatë për gjykimin tim, edhe ky është një argument që elitat politike nuk kanë, si me thonë, guxim për të marrë përgjegjësi, edhe fakti dhe akti i prolongimit të këtij ngërçi edhe apo ripërsëritjes së këtij ngërçi për gjykimin tim është një alibi e cila në fakt dëshmon edhe në qënë ka ikja përgjithësisë. Në çdo vend normal, edhe heq mos me kon demokratik, përgjithësia vjen tek partitë politike, tek pushteti, tek, domethënë,
subjektet cilat fitojnë shumicën edhe marrin përgjegjësi. Duke që ka rezerva. Edhe une pak... Se janë këto rezerva, prof? Kur del zgjedhje lyp me fitu 50%, mbi 50%, sa ma shumë, edhe në fund pëthu që ka rezerva për të morë përgjegjësi. Apo zhvillohet, apo shkojmë pra në një drejtim ku mund të kemi një autokraci, mund të kemi një njëri që po dëshiron gjitha me udhëheq vetë, po njëjtën kohë dhe s'merr përgjegjësi për... Ka edhe elementet kësaj, për kjo që une po e shoh në horizont, Republika e Tretë, kjo Republika të cilën Albin Kurti e ka thonë edhe vetë, ideja dhe qëllimi është për me dalë për qëtyne prangave të sovranitetit që Republika 2013-2020, asociacioni 2013-2015, dy marrëveshjet në nënshkruara nga Hashim Thaçi edhe Isa Mustafa faktikisht e cëngojnë sovranitetin. Ideja dhe koncepti i vetëvendosjes, sa kuptojnë për kësaj distance, është një ide e cila synon apo të paktën është ka dalën publik edhe këto këtë farë supremacionit të themi politik që e ka kriju me qëtë ide se asociacioni në nënshkruar për Hashim Thaçit, me thonë ma drejt për drejt, edhe Isa Mustafas faktikisht e ka cungu sovranitetin e shtetit. Ideja dhe koncepti i vetëvendosjes, që po vrej, është që dalim për këtyne prangave, a harrojmë një fakt që ata vetë me marrëveshjen e Ohrit që e përmende, edhe aneksi... Marrëveshja Brukselit dhe aneksi në Ohër, pastaj... Po, faktikisht në qënë qytetura, është absurde të është Republika e Tretë që synon, apo ka ambicje, apo dëshiron të ndërtohet me një agjendë tre ku sovraniteti do të jetë normal, sikur se i shteteve tjera që kanë në rajon, për edhe shtetet tjera cilat ndërtojnë që janë sovrane, janë pavarën. Pavarën kjo pak është dilematike se nuk ka këtu të pavarëna, asë një shtetë edhe një Gjermani, që është një superfuqi sot në Evropë, nuk mundë me thonë që është e pavarën. Në këto konstelacionet e reja cilat po kryonë këtë kaosin që e përmenda, kaosin global, cilën është të udhëheq, janë të udhëheq Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra, por ajo fenomeni i rikthimit ka sovraniteti është duke ndodhur. Rendi i ri u shemb me ardhen e Donald Trump në krye të administratës amerikane. Pra i koncepti globalist, unë kam doktoru në globalizëm, duket që mon nuk është mon horizont. Ideja dhe koncepti, apo ky koncepti i Trumpit, se e marrë shumë me të MAGA, faktikisht është një koncept i cili po dënë me riportri, me bo një rikonfigurim të ri ku Amerika do tjetë që thotaj first. Mirë po ka tendencë... Se më thoni që po friksoj që jam erë dikush këtë first? Kjo MAGA, Make America Again, Great America, tash ka analiza që kjo tash nuk është të që ka kjo synimi dhe ambicia që Amerika tjetë e para, por është shëndëru në analiza të ekspertëve të ndryshëm sigurisë, është bo MIGA, Make Again Israel Great, dhe me thonë krimi Izraelit. Këtë është një paramenda, Izraeli kush është? është një teme cila nuk ka përfundu si proces, dhe është shumë simptomatike. Ne jem të jetu, si thash, në një kaos, në një pasigurit madhe, edhe globale, edhe lokale. Mirë, po ne si vend i vogël, a jenë të përgjeshëm kjo klasë politike për që të kaosin global edhe rëndësin që e ka në tek ne ky kaos global, e ne jemi vetë edhe në kaos lokal. Në më thonë, a jenë të përgjeshme atë pa përgjeshme si pas jush, që s'po e din këtë? Mire ke bo pyetjen, ajo që ka për mu është shqetësues është që nuk ka reflektim. Unë po vrej një farë ikje, një farë arratisje me do, si me thonë, argumente, me do alibi, të cilat opozita mjeresht nuk po mundet me i dekonspiru.
Pra ikja nga përgjegjësia për të marrë dhe për të quë, masi po thot Albini, Republika e Tretë, një zgjerim edhe një shkatrim masiv të kësaj Republikës, natyrisht në mënyrë të kontrolluar, në mënyrë institucionale, në mënyrë demokratike, me mjete demokratike, jo me revolucion, faktikisht këtë shtin në një farë situatë me dëshu, në që se dënë me dalë për i prangave të Republikës së dytë të ndërtuar nga ish subjektet politike, sidomos ja adresohet LDK-s dhe PDK-s, atëherë ti faktikisht nuk do të duhet të mirëshe me pranimin e asaj përgjithësisë së orit, se qëto është esenca. Pak njerëz të jenë të përdor edhe të thonë, kjo është alibia, kjo është, si me thonë, aja thembra akilit që nuk po shoh, si me thonë, përgjithësi për ta marrë dhe për ta quë procesin mani. Në anën tjetër e kemi një fenomen tjetër, shtetet, lufta atje që ka ndodhur, faktikisht shteteve të cilat në kohën edhe në periudhën e globalizmit e reduktuan sovranitetin e vetë të shtetit. Sa që shteti u shëndrun, me thonë, mirë metaforike një lloj numri i telefonit ku prej Washingtonit, cilën do shtet që kam mjaftu me pas numrin e telefonit një kryetarit, një shtetit, me thonë, edhe janë marrë vendime nivel global. Tashti lufta atje, që është një luftë e tmerrshme edhe është shumë e kërcënuese për krejt sigurinë globale, faktikisht ka më reflektu edhe këtu tek ne, për shkak se na jem të vetëdijshëm edhe po shohim që në kërcënimin e Serbisë ne ende nuk jem të vetëdijshëm çfarë pasojë mund të më prodhos. Serbia që mund të jemi të rrezikuar edhe nga Serbia. Pas një dyshim, Serbia është të përgatitur edhe është të prit mbarimin edhe rritjen e qëtij kaosi global. Edhe pastaj në rrethonat cilat strategët e tyre i kanë tavolin, ata mendojnë me e bë rikthimin në Kosovë. Edhe ushtarakisht të ne? Edhe ushtarakisht, edhe politikisht, edhe me e marë, me aneksu prap. Kjo është një histori të cilën ne e kem pa, një narrativ që e kem pa... Cilën ata nuk heshin dorë? Një narrativ që e kem pa në vitin 1912-13, sidomos në 14, kur aneksuan trojet shqiptare, kur u glabrun e aleanca e famshme, greko, sërbe, bulgare edhe maleziose, i pas tërheqjes së perëndorisë otomane, ata morën toka, dikun thuhet në kohën e ish perëndorisë otomane, dikun kanë qenë mbi 90.000 km2. Paramendoni tash kjo Shqipëria londineze, që i themi ne i ka 28.000. Dhe me thonë, sa me bjen 4 Shqipëri i kanë uzurpue Serbët, Maleziasit, këta Macedonasit, dhe me thonë, jem një shtet, një komb i cili faktikisht është i kërcënuar, është unikëm. Spori i coptuar e pastaj i kërcënuar. Po, tash kjo histori për mu, që kemu po më dhemë, kjo histori nuk u zonë me u përsërit, do të me qenë shumë të vetëdijshëm. Unë po vrej që edhe në Shqipëri isha para 2-3 ditë një televizion atje, edhe më pyeti një gazetar interesant, ata të Shqipëris janë shumë ma, nuk janë empatik fare ndaj kësaj ndjenjes kombëtare. Edhe unë ja u thash publikisht që ne jem shumë ndjeshëm në Kosovarë, se ne kem mësu, kem nejt 100 vjetë në sundimin e Serbisë dhe ne këtë ndjenje kemi gjallë, edhe kjo ndjenje neve në kam bajt. Edhe të këfund kjo është edhe historike, se edhe Shqiprin, ja u thash publikisht, Kosovarët e kanë bo. Edhe unë po pres që atje është të ndodhë pashtu një lloj demistifikimi, kisha me thonë, idesë dhe konceptit nacionalizmi. Nacionalizmi si ide, si koncept, unë e gjykoj që është edhe duhet, është i nevojshëm. Sidomos për neve shqiptarëve në një konstelacion të ri, është një ambient frymëzues, është një agjendë cila neve mundet më na mbrojtë, më na mobilizue në një rrezik eventual që mund vi prej kujdo qoftë. E që rreziku i madh është sigurisht pe Serbisë. Po e kemi prof edhe një javë ku është java vendimtare e një vendimit të gjykatës kushtetuese ndaj dekretit të presidentës Osmani. A mendon që jemi të shku drejt një pol zgjedhjeve tash të parakoshme
mbrana 45 dite, apo mund të kemi një kompromis politik ku nëse jep kohë edhe 2 muaj partisë në pushtet ose edhe gjitha partive politike për ta zgjedhur presidentin, do të kemi një kompromis mes partive dhe do të kemi një president të ri. Pikërisht u lidh me këtë që duke i parë zhvillimet në përbot edhe këto luftra që Kosova nuk e ka luksin të shkoj edhe një palë zgjedhjen me një këto kriza mungesës së institucioneve. Unë e thash në fillim edhe prapë e ripërsëris, ka rezerva edhe nga pushteti për edhe nga opozita po vrej. Se faktikisht në këto 5 vite të qeverisjes opozita ka qenë, si me thonë, krejt margjinat zhvillimit dhe të procese. Ka arsye këtu, për shkak se opozita me atë hipotekën që edhe atë narracionin se ishin të kriminalizuar, ishin të, dhe me thonë, kishin një pushtetmbajtje 2 dekadë gjasasht, ajo, me plot hipoteka, ajo e rëndën, si me thonë, opozitin. Tashti, këtë dekreti i presidentës në një fakt është çështje e gjykatës. Unë mendoj që gjykata nuk po e predikoj çfarë vendimi do të marrë. Sigurisht se nuk. Unë nuk jam jurist, nuk e kuptoj, por çfarë do vendimi që të jetë, sadokudo unë mendoj që do të duhet me qenë një vendim edhe me pas parasysh edhe qëtë interesin që po flasim, qëtë rrezikun që e kem. Për shkak se nëse edhe gjykata i mbrën do interesa meskine të themi klanore, grupore, se partijake, se ideologjike, kështu me radhë, unë mendoj që edhe gjykata ka me ranë provim. Edhe nuk e kam heq atë problem, nuk kam nevojë me amnestuar. Qofse i merr parasysh çdo kondita, çdo rreziqe që janë të bo, unë mendoj do duhet të ishte një vendim i cili do të jetë i arsyeshëm edhe do të jetë kompatibil me interesat e këtij vendi, këtij shteti, këtij kombi që po themi, e që unë mendoj që koha me ato afatet që janë parapame me ligj, faktikisht ato do të duhet, është absurde, për mua është absurde me 2 muaj ditë me prit një vendim 7 vetë sa janë atje ata gjykat, 2 muaj ditë më konsultu për me pru një vendim për dekretin e presidentit. Unë jam shumë i bindur me për një avre kish mujtë më krye kjo punë. Këtë me thonë që edhe atje ka tendenca për të shtruar ndikimin e tyre. Gjithë. Thoni që kun të ketë ndikimi edhe nga jashtë kushtetusja që të merr në favor të njerëzve ose policia. Edhe atje ka një absurd, sigurisht në Komisionin Qendror Zgjedhor, edhe atje përfaqësimi është asimetrik. Për shembull, Komisionin Qendror Zgjedhor, unë vazhdimisht jam të thonë këtë, kem përfaqësimin e 40% i kem minoritete, që s'ka kënd bëhet, i kiti 95% janë shqiptar, 5% janë minoritete grupe tjera etnike. Nuk po them që nuk duhet me respektuar. Ne kem me kushtetut obligim me imbrojt gjitha minoritetet. E këtu në këtë kontekst, edhe këtu në institucionin e gjykatës kushtetuese i kem përfaqësimin e minoriteteve. Edhe këtu është një proporcion asimetrik. Për ata unë po them, në rast se që kjo qeveria, po cila do qeveri, dëshiron me dalë pej prongave të këtij sovraniteti të reduktuar që na imponoj ky projekti i ahtisarit, do duhet patjetër me hi me themel me ndryshu kushtetutën. Qërti çfarë probleme shkem, se vjen puna me zgjedh president, gjithmonë kem probleme. Kur vjen puna të qeverisë, na edhe përdoret për themi për pazare politike, domethënë. Kushtetuta duhet jetë elastike edhe duhet jetë pragmatike. Kushtetuta jonë është bon një këmish e ngusht edhe nuk është në koherencë, në përputhje me zhvillimet, me proceset, me shkollën e emancipimit tonë aktual. Jem 3 dekada, gati 27 vjetë, sot mushën, 27 vjetë, paramendoni sa gjenerat, 27 gjenerata kanë linë pas lufte, edhe ato gjenerata sot 27 vjetë i kanë, nuk janë mu ato, si me thonë, ato zhvillime, ato procese. Na duhet jem pragmatik. Edhe këtu duhet me pas, si me thonë, një farë gatishmëriet, një leadership, i cili është një leadership larg pams,
E që po mungon, thoni? Po mungon, në qofë se Albin Kurti këtë nuk e bën, atër ka më donë një Albin tjetër, edhe këtu nuk ka regull, se cili projekt politik e ka një afat i cili është i skadume, dhe askush nuk e ka të garantuar të njëtë. Po në qofë se dëshirojnë me hi në histori, do të me mendu për projekte dhe për interesin kombëtar dhe interesin e shtetit. Po, e përmendet KQZ-n edhe pikërisht sot presidenti Osmani i është drejtu po ashtu gjykatës kushtetuese për ta pyetur se nga sa antarë ju takojnë partive politike, sidomos PDK-s dhe vetëvendosjes në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, me që aktualisht e ka dekretu veç një antar të PDK-s dhe PDK-ja po thotë që i takojnë 2, sipas ligjit. Partia e parë dhe e dytë i kanë nga 2 antarë. Ju keni qenë atu si antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si e shihni ju këtë? Do duhet të kishte kështu të shkonte të vazhdonte, pavarësisht që i ka fituar 51%, se këtu po thirrët vetëvendosje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ligjin zgjedhor. Ajo është kushtetuta e tyre. Edhe në bazë këtij ligji ata sillen. Domethënë nuk mund të, edhe këtu ka absurde, është mënuar më bëni farë reforme që në kohën në 2023 edhe kanë insistuar edhe kanë marrë pjesë edhe vetëvendosja e ka pranuar shumë anekse të cilat janë ndryshuar. Ligji zgjedhor faktikisht është, si thash, një kushtetutë e vogël për kodin e sjelljes së Komisionit Qendror Zgjedhor. Aty nuk është bërë reformë, është bërë një improvizimi, janë mbrojtur do interesa meskine të subjekte politike të më shumë të aty ka përfitu vetëvendosja dorën zemër. Këta, dhe me thonë, subjekte tjera nuk kanë qenë larg pams, se është dashur me themel me hi Komisionit Qendror. Mas pari përfaqësimin e antarëve të Komisionit Qendror Zgjedhor, do duhet me pas një gardian, me qenë njerëz që kanë background juridik, kanë formim, edhe ata janë gardian, e jo përfaqësues politik, se cili për atyne subjekte përfaqësuesve aty brenda interesa të partisë, një klanit, grupit, e kjo është absurde. Tash më adresu kësaj pyetjes që bët, unë mendoj që reforma e 2023 faktikisht nuk precizon përqindje, dhe më nëshme i fitu edhe 80%, por aty në bazë ligjit zgjedhor, sa kuptoj unë, aty duhet të kenë subjekti i pari ka 2, i dyti 2, i treti ka 1, edhe minoritetet, dhe me thonë, që kjo është absurdi, dhe me thonë, aty është një... Se do duhet pro presidentja të drejtoj kushtetuesës, kur ligji e thot sak? Po, të është këtu, të është presidentja ka problemin e vetë me dekretin, e ka me, si me thonë, me problemet me... Për shpalljen e zgjedhjeve. Për shpalljen e zgjedhjeve. Edhe i përfundon tani mandati. Edhe afati, dhe me thonë, aja nuk dënë me marë përgjithësi për unë i vendim. Të është me kompetencat të presidentit, sa kuptojnë, aja i jep mandatin. Edhe betimi bëhet para presidentit. Edhe pastaj, këto rezerva faktikisht mune me sjellë prap probleme. Se në qoftë se shkojmë zgjedhje, nuk ka antarë të zgjedhjen të Komisionit që do prap probleme. Kjo, dhe me thonë, këtu sikur dikush dënë me bojkotu qëllimshëm proceset edhe zhvillimet, cilat mune me nësirë hala problemet të re. Para me dënë një situatë, Komisionit Qendror Zgjedhor nuk i ka antarët e vetë, nuk unë me pru vendime. Qështë dënë me hinë zgjedhje? Kjo është një absurd e llojit vetë, edhe kjo është humbje kohë. Për këtë shkak, po them, neve na duhet një kushtetut pragmatike, praktike, një kushtetut e cila njërë decidive i adreson problemet edhe çështjet, synimet, ambicjet, cilat i ka kjo shoqëri. Po, te prekim pak edhe çështjen e pas dalim të piksa e tretë, çështjen e bombardimeve. Sot është 27 vjetori i fillimit të fushatës bombarduese shtatet e ditore të NATO-s mbi Serbinë. Si e keni por ju kur ktheheni 27 vjet prapa? Cili është kjo ndër momentet, si më thonë, më të mira të kuptimin e lirisë që po i vihet, që po i Pa tjetër, me adhe në jam dëshmitar. Ose shajnë e lirisë, a ishte kjo?
Unë e kam prit luftën këtu 78 ditë të merrej. Bile kam shkruar edhe një ditar, veç Zoti na shpëtoi. 78 ditë bombardime unë i kam përjetuar këtu. E kam bajt një ditar, është botuar edhe në anglisht. Edhe me ton drejtën është akti më sublim që i ka ndodhur mas 100 e sa vite shqiptarëve të Kosovës. Pra, bombardimi në fakt ishte një akt sublim i shirimit dhe, si me thonë, realizimit atyne gjenerata, gjitha të sakrificet që janë bo, prej luftës parë botnore, më këtyre në ashtë edhe ma heret, luftën e dytë botnore, demonstratat e 68-qit, demonstratat e 81-qit, që jam edhe vetë pjesëmarrës, lufta e UÇK-s 1999, është një akt sublim edhe unë mendoj që gjeneratat e ardhshme do duhet të kenë një memorje që vazhdimisht duhet të përkujtojnë këto ngjarje të cilat faktikisht na prunë neve këtu në ku jemi, domethënë, një vend, një shoqëri e lirë, një shtet i cili është me pretendime për të krijuar një shtet normal, që thash jem në tranzicion, ne kemi shumë defekte si shoqërisë, por pres që gjeneratat e ardhshme të marrin përgjegjësi edhe të shkojmë matutje nëse ky kaosi që po themi global nuk zgjerohet edhe nuk na karcënon një për shkak se ajo mundet pastaj me kriju një situatë të re, që sot para se më ardh këtu për shembull lexova një kërcënim të atij ambasadorit Lavrov në Rusi, të lufta e tretë botnore ka filluar. Edhe unë mendoj që duhet të jem shumë më të ndërgjegjshëm, shumë më të vetëdijshëm për, sidomos e kam fjalën për politikantë, edhe t'i lën këto var interesat meskine, klanore, grupore, ideologjike, çapa diune, interesi i shtetit edhe i kombit është në rrezik. Kjo është fjalia jam dhe rekomandimi jam. A po dim me i çmu misht që në atë kohë, si me thonë, e pa në popullin e Kosovës që është në vuajtje dhe në situatë tepër të rënda të keqe që t'ja sillte lirin sot 27 vjet mrapa? Kjo, dhe me thonë, interesat nuk lidhen me kategori etike dhe morale. Interesat janë edhe kanë me qenë edhe një kohë edhe kanë me udhëhec natyrën e njerëzit, kombet, shtetet, edhe interesat. Ajo çka unë jam shumë interesuar që cila do të qeveri që do të formohet, do të duhej në rast se dëshiron me ndërtu një shtet normal, demokratik, sipas vlerave perëndimore, do të duhej me pas në agjendat e veta, sidomos e kam fjalën për qeverinë, Kurti 3, ketë në sirtarët e vetë një projekt i cili faktikisht i bën i josh edhe e bën më interesant Kosovën duke bën një ofertë për interesat dhe vlerat që i ka rajoni. Pra, ajo që po them me një fjali, duhet shikohet që interesat amerikane që janë ende prezente në Ballkan të sinkronizohen me interesat tona. E mos të përdoret vetëm, domethënë kjo var, si më thon, jo dashni, po dhe var interesi që lidhet me kategori etike, nuk lidhet aleanca edhe nuk mirëmbohet aleanca me një shtet fuqishëm me kategori etike, po mirëmbohet me interesa të dyanshme. Edhe interesat amerikane janë aktualisht, unë nuk e di mas 10 vite çka ka më ndodhur, po aktualisht ne duhet se jem pjesë e hemisferës perëndimore dhe do të duhej të mbronim interesat edhe vlerat të cilat tash edhe këtu janë kriza, se edhe në Amerikë është kriza, është edhe demokracia atje, edhe Amerika ka problemet e veta. Amerika faktikisht ka shumë mendime që është të shkuar ka një farë autokracie me administratën e Donald Trumpit. Pra ka shumë mendime, shumë procese, duhet të jem shumë të vëmendshëm, shumë të kujdesshëm, edhe ta mbrojmë veten, por njëkohësisht mos krijojmë averzion ndaj interesave të cilët janë më të mëdha, ne jemi shumë të vegjël.
Sigurisht. Prof, në pjesën e funit e kësaj interviste do të flasim pak për një libër që ju tash sfuni e keni publiku, është për një figurë që për shumë kë është kontraverze dhe shihet i tillë. Prof, kush është, se për Fethullah Gülenin, domethënë edhe tek ne është fol shumë për shkak të shumë ngjarjeve që lidhen sigurisht me të dhe me Turqinë. Kush është Fethullah Gülen, sipas asaj që ju e keni bë këtë libër? Është një reformator, një figurë fetare apo politike që ka lujt me politikën, sepse ka qenë, ju e dini pak, pjesë e sajna, duke qenë edhe bashkëpunëtori i afërt i Erdoganit, presidentit tashëm Turqisë. Po, tema me cilën jam marrë unë ka 6 vite. Ky libër i ka dikon 350 faqe, 6 vite kam hulumtu, kam vizitu kolegje në Evropë, në Amerikë, po dhe këtu kam marrë mostra të studim për ta kuptuar edhe për ta hulumtuar se kush është ky njeri. Fakti që ju e përmend që në publik është një opinion për te si njeri kontrovers, ky është një dietar i cili në fakt ajo që ka qenë kurreshtja ime ta kuptoj se çka është puna e tij dhe projekti i tij ka të bëjë me edukimin dhe arsimin. Është faktikisht pesha më e madhe edhe ideja dhe koncepti i Fethullah Gülenit që identifikohet me lëvizjen hizmet që kemi edhe në Kosovë këtu, shkollat të cilat janë prezente, janë shkollat më eminente, jo vetëm këtu tek ne, por edhe shkollat nivel evropian. Dikun i kanë 300 shkolla, ka kolegje, të cilat në fakt primat kryesor i jep arsimit. Edhe për mua, me që jam me vokacion nga pedagog, kam qenë kurreshtar me kuptu se si është e mundun që për dallim prej lëvizjeve tjera cilat janë radikale, fundamentaliste, ekstremiste, me lloj epitetesh, si është e mundun të notoj një lëvizje e cila ka për objekt edhe synim edukimin edhe arsimimin e gjeneratave të reja. Ky mirët me këtë probleme dhe thotë se Islami në fakt nuk mund të ringjallet përmes doktrinave fetare, por ideja dhe koncepti i tij është që arsimi është, si me thonë, e lokomotiva kryesore e cila mundet me fut në konkurencë në këtë farë tryezën themi suedeze të postmodernitetit, edhe lëvizja e cila është një lëvizje filantrope në fakt, se i kushton rëndësi shumë arsimimit, po njëkohësisht edhe problemeve të ndryshme. Ky është një vizionar, me i thonë drejten, se ka parapar që të ngjarjet, të cilat janë të ndodhur sot edhe në fillim të librit, këtu është dikun edhe përshkruar edhe libri kjo fenomeni si me thonë i luftës që është të ndodhur sot në mes Amerikës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në Iran. Pra, është të kriju një fenomen i ri që unë në fund jam marrë. Shika, në botën perëndimore është një, si me thonë, një stigme cila në një farë mënyre e ka paragjyku Islamin si religion monoteist. Se tëna fetë monoteiste origjinën e kanë prej lindjes atje, edhe krishterimi, edhe judaizmi, edhe islami. Dhe me thonë, janë produkti lindjes, nuk kanë lindë në Evropë, po janë eksportu. Pra, në botë sot, vizioni ti ka qenë, se në qofë se vazhdohet me paragjykimin e islamit si fundamentalist, si ekstremist, e kështu me radhë, faktikisht, bota ka me hub një vlerë e cila nuk është vlerë e cila e rrezikon perëndimin, por është një vlerë e cila e plotson, se ky është në një farë mënyrë është edhe demokrat, e pranon demokracinë, është kompatibile demokracia me islamin të cilën e predikon, se arsimi është ajo ideja, koncepti kryesor që e çon përpara edhe shoqërinë, nuk është në kundërthonje as me demokracinë. Po, megjithatë, prof,
si mund të interpretohet kjo në lëvizja gyleniste në aspektin ose në prizmën e sociologjisë së religionit, se e kemi po shumë kush që është akuzu, që është po e përdor fejnë për mbolim, për të bërë gjëra tjera, ju e keni po që për të marrë pushtet, për të fitu famë, për të rëdzu njerëz nga pushteti, si që është akuzat ndaj tij për pushjen e 2016 në Turqi, e shumë të tjera. Në aspektin sociologjik, si mund të shpjegohet religioni? Ky njeri edhe lëvizja e tij, në fakt është një lëvizje cila është nisë me presidentin aktual Tayyip Erdogan, kanë qenë miq, shokë, udhëtar, domethënë bashkëtar, themi kushtimisht i këtij projektit për një shtet demokratik në Turqi. Ne dim Turqia ishte në kohën e Ataturk një shtet, edhe sot është shtet laik, por në mbrëmsinë e saj, në përmbajtje, ata domethënë e kanë ruajtur apo e kanë konservuar apo e kanë zhvilluar, si themi, idenë dhe konceptin e islamit, si ata janë me besim musliman. Pra, futja e tij në këtë vorbëllën e ndryshimeve që ndodhen edhe sot, faktikisht i kanë do ata kanë marrë pushtetin edhe kanë lind, unë që marrë fort me këtë temë, jam marrë më shumë me konceptin e tij, me vizionin e tij, edhe me futjen e tij në këtë, si më thonë, konkurrencën lojale që e lejon diskursi edhe narrativa, edhe sistemi, edhe ideologjia, edhe bëtkuptimi i demokracisë. Në fut në konkurrencë, sidomos periudha e postmodernitet. Tu ka arsimi është, si më thonë, alfa dhe omega e proceseve dhe zhvillimeve të cilat në pjesën e dytë unë jam mënu me elaboru, cilat faktikisht shkojnë në favor të demokracisë dhe nuk janë kundërthonin njëna me tjetrën. Ky është koncepti i tij. A ka përdor kjo lëvizje, domethënë këtë themi thojë islamin civil? Apo kjo është një, si më thonë, një rrjet paralel i pushtetit, sepse e kemi po që ai është po si kundërshtar i Erdoganit ose i politikave të tij ose edhe pse ka qenë bashkëpunëtor i tij. Tashti, me thonë drejtën, kjo është një konkurrencë e cila e ka, si më thonë, e ka rrit këtë diferencën sociale apo këtë distancën sociale midis këtyre dyve. Këta në fillim kanë qenë bashkë, janë do, për interesa ndryshme, Erdogani ka formuar parti, ky nuk ka formuar parti, edhe ideja dhe koncepti i tij është që një shtet i fuqishëm që është Turqia mundet vetëm përmes edukimit edhe arsimimit mundet me shku përpara. Si është shtri rrjeti i Gylenit në vendin? Unë e thash, ky ka hap, dikun i ka 300 shkolla në nivel global. Ca prej tyne në për Evropë i kam vizitu, edhe në Amerikë, e kam vizitu edhe personalisht, edhe ky në vitin 2013 është fut në mesin e 100 personalitete më të shumura botnore. Është taku me Bill Clintonin, me Papën, me njerëz më eminent të kohës, pra në një farë mënyre këtu ka dhe paragjykime, ka stigmatizime, së është një, do më thonë, unë nuk e marrë me këto tema. Prej ka pra fuqia e tij, pra. Fuqia e tij është që i ka kushtuar arsimit, dhe ky faktikisht ka dëshime tash të cilat unë mendoj që nuk janë bazuar se është milioner. Unë po i them të drejtën kur e kam vizitu. Më ka që ditë qysh një... Te keni vizitu në shpinë e tij në Shqipëri? E kam vizitu. Në 2023 në Pensilvania është edhe fotografia. Kjo është ajo fotografia. Që mundën me fotografia e cila është bo në shtëpinë e tij, paramendoni 1 metë 4x4. Një, si me thonë... Në cilin vetë thatë është kjo? 2023. 2023. Po, edhe nuk më kalon përshtypje këtë njeri që ka është milioner, jeton një jetë mondeni kështë më radhë. Krejt thjesht, me thonë një krevat 4x4 e kam pa, ishte një, si me thonë, një situatë ku këtu faktikisht shkollat e tij e kanë bërë këtë të madhe, se për shkak se ky e ka plasu idenë
e arsimimit, edhe njerëzit, edhe ekipet që janë këto kolegje, sot në gjitha vendet e Evropës, janë shkollat më të mira ati. Edhe ky faktikisht nuk është marrë me ashtu që shpredikojnë disa me religion. Pak është marrë. Faktikisht e ka një fjali të famshme, thotë nëse duhet me marru një shkolla, një xhami, thotë më mirë me marru një shkollë se një xhami. Se shkolla faktikisht e çon përpara, krijon konditat për emancipim, për zhvillim, për përparim, për progres, një kombi, një shteti, një civilizimi e kështu me radhë. Pra është një dietar për gjykimin tem vizionar, edhe për ngjarjet që janë të ndodhur. Ky thotë në rast se mohohet nga, si me thonë, nga diskursi dhe narrativa e demokracisë, atëre edhe demokracia nuk ka më pas hesapet mirë dhe ka më kriju një fenomen i ri. Edhe unë më mendoj që ky fenomen, ai ka pas drejt që ky fenomeni që është sot, që sociologët e identifikojnë si vestofobi, pra një lloj aversioni, një lloj stigmatizimi, një lloj paragjykimi ndaj vlerave, sistemit dhe narratives së demokracisë, është të ndodhë sot lufta në Iran, Libi, në Irak, atje që po ndodhë, faktikisht e ka prodhu, është një fenomen i ri, pra një fenomen që po krijon, si me thonë, një lloj aversioni ndaj vlerave perëndimore. Në fakt do duhet me ndodhe kundër. Po, megjithatë, a mund të shihet Gyleni si themi reformatori i Islamit apo si një strateg i pushtetit të heshtur ku përmes arsimit shkollave që i ka hap ka dashur të mbaj pushtetin e tij? Jo, ky as nuk ka dosht, as nuk e ka premtu, as nuk e ka synu, as nuk ka pas ambicie me pushtet. Ky bile është kundër Islamit politik, me thonë drejtën, që libra aty kush lexuesi mundet me gjetë të Artini librin, është ka dalë para disa dite, ky e refuzon, thot, Islami veç mundet me u kompromitu, edhe tek e fundit ky ka pas drejt, se është provu në shumë vende, është provu edhe këtu tek ne me thonë drejtën Islami politik, është në vendin lindje atje, pra përmes politikës se nëse ne synojmë me marrë pushtet përmes politikës, ne harrojmë ekonominë, kulturën, artin, shkencën, filozofinë, religionin, pra i harrojmë shumë komponentat cilat janë detyrim edhe obligim, edhe janë fa, edhe janë ambient ku mund të kontribuojë Islami. Ky vetë thotë, nëse mundohemi me politikë, atëherë faktikisht ne cungohemi e privohemi prej marrjes, si më thonë, ose katapultimit të ideve dhe koncepte të reja cilat i kontribuojnë edhe demokracisë. Po, kam i pyetje të fundit. Si krahasohet lëvizja e Gylenit me lëvizjet e tjera fetare politike në botë? Kjo është lëvizje globale, edhe sot lëvizjet globale, por nuk është lëvizje ekstreme, është lëvizje e cila është kompatibile për gjykimin tem me zhvillimet, me proceset, me demokracinë, nuk ka kundërthonje. Kjo është se e marr 6 vjet tashmë të, por është një lëvizje e cila është humaniste. Ky njeri nuk është terrorist, ky është filantrop. Edhe unë mendoj, edhe gjykoj, pavarësisht që shteti turk e ka shpallë si tillë, unë mendoj që në të ardhmen do të kuptohen më mirë vlerat, idetë, konceptet e kësaj lëvizje dhe të këtij njeri. Edhe unë jam shumë i bindur dhe në këtë kontekst jam mënu me shkoqit pjesën më të mirë që ofron lëvizja e Hizmetit. Po, profesor, unë të falenderoj shumë që ishe sonte në Info2 dhe për gjitha këto që i diskutuar. Faleminderit edhe juve për ofertën dhe për mundësinë me folë për këto tema. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, unë ju falenderoj shumë që qëndruat me ne deri në këtë kohë, ne do të shihemi prapë sërish nesër e deri atëherë bashkë mirupafshim.